Jemi në ambientet e një institucioni arsimor këtu në Cirik, një eveniment shumë i rëndësishëm për fëmijët me aftësi të kufizuar, ku edukator dhe mësimdhënës special dhanë informacione shumë të rëndësishme, të domosdoshme për fëmijët se si do vijojë procesi i tyre që nga shkolla fillore deri në marrjen e zanatit. Mirëmbrëma. Sonte në Gemeinschaft Centrum Hirzenbach do të na mirëpresin pedagog shqip dhe gjermanisht folës, të cilët e kanë një mbrëmje informuese për familjet tona në Zvicër, të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta. E janë të eventi sonte. Për mua ky event ishte shumë i rëndësishëm, me që mendoj ne shqiptarët kemi shumë paragjykime dhe shumë vështirësi ta pranojmë që kemi një fëmijë me çdo lloj qoftë nevoje tjetë, domethënë se ka aftësi të kufizuara ose tjetë dhe thjesht ADHD, ne kemi për turp. Edhe mendoj që një event i tillë është shumë i rëndësishëm për gjithë shoqërinë shqiptare, po një mesazh për gjithë prindrit, pranojeni fëmijët siç janë, punoni me të dhe dashurojeni, se jeta është e bukur. Kom pas fatin me punu me këta fëmijë realisht edhe me kontakt mu falemindru me shumë familje shqiptare edhe çada e kom pa nevojshme me bë këtë mbrëmje me bashku familjet shqiptare edhe sidomos prindërit. T'jenë shumë krenar me fëmijët e vet. Nuk është s'ka arsye se çfarë diagnoze kanë, se diagnoze nuk e bën fëmin, po diagnoza është vetëm një pjesë e vogël edhe vetëm të kenë krenar. Jam shumë krenare që kom qenë pjesë e këtij eventit, sidomos me organizatorët edhe në gjuhën shqipe që u kuptu çdo fjalë, që nga fillimi deri në mbarim. Edhe uroj për prindrit shqiptar që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara që mos ta kenë turpin, t'i qëndrojnë fëmijës së tyre për mbrapa. Shumë interesante ishte, do më thonë se mu kjo më ndihmon mas andej në punën ku e bëj, po qysh mu sjell pak e shumë me ata fëmijë që deri tash ndoshta edhe s'ke ditë, por afërsisht s'ke pas shumë njohuri për na drejtim, edhe tash besoj që pak na ndihmoj me shty pak këtë, do me thonë, këtë drejtim. Ma mirë me pasar, mu informu për këto tema, kishte me qenë ma interesant, por me ndihmu si me u sjell me fëmijët e tyre, jo me i mbulu, me i mshef këto sane.